Shqipëria, një vend kaq i vogël, por që ka kaq shumë tragjedi dhe ngjarje të rënda, të cilat ndikojnë shumë tek shëndeti mendor i njerëzve. Të gjithë shqiptarët thonë se kemi frikë të lëmë personat tanë të dashur të jetojnë aty dhe po zgjedhin imigracionin. Dhe kjo, sepse edhe nëse jeni në rrugën tënde, përsëri do ta hash diçka. Një aksident rrugor është shënuar mbrëmjen e kësaj të diele në qytetin e Shkodrës, ku një person ka mbetur i plagosur pasi është përplasur nga një automjet derisa kalonte me biçikletë në vijat e bardha. Gazetarja raporton se i plagosuri është humoristi i njohur Nexha Shabani dhe miku i personit të njohur Luiz Elli. Aktori i humorit Nexha Shabani, ngjarja ka ndodhur rreth orës 25 në sheshin Demokracia, ku sipas njoftimit paraprak të policisë, automjeti me drejtues shtesë me iniciale NG ka përplasur humoristin e njohur shkodran, i cili po lëvizte me biçikletë dhe po kalonte në vijat e bardha. Pas aksidentit, Shabani është transportuar me urgjencë në Spitalin Rajonal Shkodër, ku ndodhet me kujdesin e mjekëve dhe po merr trajtimin e nevojshëm. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit që kanë çuar në të ngjarje kaq të rëndë. Siç e dim, aktori Nexha Shabani është në moshën e tretë dhe një rrezik shumë i lartë nga përplasja mund t'i sjellë atij dhe humbjen e jetës, por shpresojmë që ai ta kalojë sa më lehtë. Por të kanë reaguar shumë persona të njohur, të cilët shprehin dhe japin forcë atij dhe familjes për ta përballuar këtë fatkeqësi që ka ndodhur. Luiz Elli nga ana tjetër thotë se në Shqipëri çdo gjë do një rend të ri për shkak se edhe në vijat e bardha përsëri personi me makinë të vjen të përplas. Çfarë mendimi keni ju për këtë ngjarje? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.